lufta, dhe me thonë, e tretë botërore, lufta e madhe. Dhe me thonë, si pas eskatologjisë islame, flitet që këta po tentojnë me bëj Izraelin e madh, edhe duhet mu dhe sa ma shumë gjak me orë dëgjallë, që ka thëtë Kurani në fakt? A janë vërteta këtu? Shëqo, Kurani nuk flet hiç për ardhen e dëgjallit. Nuk shkruan fare. Mirë, po burimi i dytë pas Kuranit është Suneti apo hadithet. Hadithet ka të shumë numërta, edhe flasin gjërë dhe gjatë për ardhen e dëgjallit. Mirë, po dëgjalli kur vjen, domethënë bota degenerohet, çoroditet. Sikur që paguhen shumë pare të mëdha në përbot për disa qarqeve me shkatru rinin. Sikur që edhe po e shofëm kanë arrit në përmes drogave, në përmes tyne, do më thonë, që shpejtojnë tyne Big Brotherët që në Farsena, për shembull, çka janë. Kjo është me i degenerue, me i shkatru rinin, me i prish, sikur që edhe e shofëm fare mirë. I Madhi Zot në Kur'an e ka përmend martesën, martesa farz. Martesa është vajib. Martesa sunet, po ka raste të ralla, shumë të ralla në përbot që është edhe haram. E tash mi spjegu se cilën veç e veç, në mërku. Mirë, po kur është haram, kur për shembull s'është mashkull jaftë. Ai do të më treguat që nuk jam i aftë, jo më marr në qafën e femën në shembull të bëj me bodarse, me marr dhe ajo faktikisht i shkelet autoriteti i asaj, se nesër i thojnë hallku, dikush i thojnë vej. A nuk e di që shembull të bëj as ka pas kontakt me burr hiç, se burri s'është jaftë. Por ndryshe në fenë islame, domethënë martesa është e shajt. Islami apo i përfill fjalët e Zotit, edhe është ka mundohet anë e kant ku ka muslimanën botë mi ruajt një rini të shnosh. Ne pse kemi pas babalarët tonë dhe gjyshit tonë feje më shumë ma herët, në Evropë nuk ka pas me rini shqiptare. As ka pas alkohol, as e ka ditë që ka droga, kanë qenë të moral shumë, nuk e kanë ditë që ka në diskotekat, edhe mirë po, dikush në këtë drejtim, po punë shumë, po financa shumë, edhe qëllimi është, kjo natë alkoholi, se di që ka për shembull tër natën me nejt rrugëve të Prishtinës, mashkuj e femna mu pi, për çka pa pare. Pse? Ti mësojmë një herë me pi, tani s'mon rri pa to. E kjo është me degenerua popullin, me degenerua rinin. E çka thot në fakt, që rikthehemi përsëri, çka thot në fakt, çka thonë domethënë hadithet e profetit alayhis salam për ardhen e dëgjallit, ku do del, ku do shfaqet, çka do të ndodh? Po, shiqo, ai do të vijë, sikur që thash edhe më herët, në kohrat apo një prej shenjave të mëdha të kiametit, është ardhja e dëgjallit. Edhe aty shkruan në ball fare qartë, mirë po shkruan në gjuhën arabe, kafir, pa besimtar. I jepët mundësia, sikur që thash ati, për shkakun se këta që i presin ato kohra, domethënë nuk janë njerëz që agjerojnë, nuk janë njerëz që falen, nuk janë njerëz që e praktikojnë dinin e Zotit, po i kanë qitë pas shpinë mësimet e Zotit, edhe kanë marrë rrugën e degenerimit, edhe ajo është mashtrues, shkurt edhe shqip. Sa që ka edhe asë mundësie, me i thonë dikujt që i ka vdek djali, thët apo beson në mua, se une ta ringjalli djalin tënë. Edhe faktikisht, pej sehireve që i ban, nona apo ai bab, ka me thonë po, vëlla marrin gjallë që kjo djali jam. Mirë, po faktikisht ajo është mashtrues, ajo dreq, shejtan, shkurt edhe shqip. Prandaj, s'kisha me zgjatë më tepër në këtë Ku do shfaqet ai hoxha, specifikuar? Po sigurisht do shfaqet, ka lindja atë ku faktikisht edhe, do më thonë... Ka Damasku dikon?
Po ndoshta ka Damasku, se ndoshta do të shtrihet apo do të zgjerohet, sikur që po e shohëm dita ditës, shembull, i bëj është ka